këngëtare e njohur, Butrin Timeri duket se po shijon disa ditë pushimi dhe si destinacion ai ka zgjedhur Meksikën. Nëse mendoni se ai ka shkuar vetëm e keni shumë gabim. Ai këto kohë ka pasur aludime të shumta në rrjetet sociale se mund të jetë në një lidhje. Për artistin shqiptar u përfol për një lidhje me një vajzë turke të quajtur Sezen. E të njëjtit po përforcojnë edhe më shumë këto dyshime, pasi shihen bashkë në pushime. Ka qenë vetë bukurosha turke që ka ndarë në rrjetet sociale foto me Butrin Timerin dhe përkatësisht një video me të shumtë janë fansat që mendojnë se Butrin Timeri tashmë i ka dhënë fund beqarisë, ndërsa të tjerë mendojnë se kjo është thjesht pjesë e një projekti që do të publikohet në ditët në vijim. Na do të themi se projektet e Butrin Timerit përqafohen me njëherë nga publiku shqiptar, por jo vetëm, dhe interesi për jetën e tij personale është mjaft i shumtë nga fansat. Janë apo jo në një lidhje e dinë vetëm ata të dy. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.